Por këtë arsye pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam gjithmonë nuk e ndante një fjali: Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Të diat kur nuk i ndante. Thonë pejgamberi sa më shpesh: kush i beson Allahit dhe ditës së ahiretit. Kush i beson Allahit dhe ditës së ahiretit. Çdo dia njëri nëse i ka të forta, beson Allah, ç'sh duhet, edhe beson ahiret, se ka llogari, ka gjykim, ka marrjen hesab. Ai njeri menohet mirë. Ai njeri menohet mirë kur ban keq. Ai njeri menohet mirë kur i shkon menja me bozullum. Ai njeri menohet mirë me azan dikujt në xhelban pa hak. Se i beson ahiret. Ka me dalë llogari, kanë me ta marr. Sikur që tha pejgamberi alayhis salam, kush e uzurpon një tokë pa hak në dunia, 7 toka ja ngarkon Allahu në ahiret. Maj. A do të më mor? Maj 7 toka. Mos u ma, kanë më vë ngarkesë. Për këtë arsye, kjo është një miniatur, një syret i vogël i ahiretit të madh.